Çfarë është namazi dhe sa herë i falet Zotit muslimani brenda një ditë nate? Namazi është lutja që besimtari ja bën krijuesit të tij. Muslimani e fal namazin 5 herë në ditë. Çfarë është zekati? Zekati është të japësh një pjesë nga pasuria që Allahu na ka dhënë. Po, muslimani duhet t'i ndaj me të tjerët mirësitë që Allahu e ka begatuar atë. Çfarë obligimi kemi ndaj Zotit në muajin Ramazan? Muslimani gjatë muajit Ramazan duhet të agjërojë. Agjërimi është mosngrënia dhe pirja nga agimi deri në mbrëmje. Çfarë është haxhi? Haxhi është vizita në Kabe një herë në jetë.